Viti 2025 konsiderohet një pikë kthese historike për Shqipërinë turistike, sipas të dhënave zyrtare të Institutit të Statistikave. Gjatë vitit 2025 në Shqipëri mbritën më shumë se 12 milion vizitorë të huaj, një shifër që ka surprizuar tregun vendas. Fluksi i madh i turistëve ka pasur ndikim pozitiv në sektor si shërbimet profesionale, tregtia me pakicë dhe industria e mikpritjes. Megjithatë, vëzhgues ndërkombëtar kanë ngritur shqetësime për qëndrueshmërinë e kësaj rritje të shpejtë, ndërsa Shqipëria sipas analizave ekonomike renditet tashmë 16 në botë përvarësi nga turizmi, duke u vendosur në të njëjtin grup me vende si Malta dhe Malizi. Ndërkohë sektori i shërbimeve dhe i mikpritjes është ndëruar në motorin kryesor të rritjes ekonomike, duke tërhequr një pjesë të madhe të fuqisë punëtore drejt punëve të lidhura me turizmin. Një nga problemet kryesore të identifikuara nga Banka e Shqipërisë është sezonaliteti i theksuar. Pjesa më e madhe të ardhurave nga turizmi gjenerohet gjatë një periudhe të shkurtër verore. Kjo krijon një cikël ekonomik të pabarabartë. Gjatë verës infrastruktura dhe tregu i punës përballen me presion të madh, ndërsa në muajt e dimrit disa rajone përjetojnë ngadalësim ekonomik. Për të reduktuar rreziqet, autoritetet shqiptare po synojnë të zhvillojnë modele të reja si agroturizmi dhe ekoturizmi, veçanërisht në zonat malore të veriut. Qëllimi është krijimi i një produkti turistik që funksionon gjatë gjithë vitit dhe shpërndan vizitorët në më shumë rajone. Ndërsa sezoni turistik i vitit 2026 po afrohet, infrastruktura turistike po zgjerohet me ritme të shpejta.